I nderuari kryetari i Kuvendit Dimal Basha, nderuar deputet, të dashur ambasador të vendeve mike në Republikën e Kosovës, të dashur mysafir, të nderuar gazetar të pranishëm, për herë të parë në jetën e vetë parlamentare, Kuvendi i Republikës nuk arriti ta legjitimoj me votë qeverinë e shtetit. Votimi 26 shtetorit, votimi të 26 shtetorit i parapriu një krizë 6 mujore, e cila ishte rezultati pamundësisë për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Viti 2025 do të mbahet mend si një vit shumica e cilit humbi në përpjekje për themelimin e institucioneve tona kushtetuese, Kuvendit dhe qeverisë. Përkundër kësaj, viteve të fundit, arritjet e Kosovës të shtetit tonë nuk janë të vogla. Po hymë në vitin e 5 me rritje ekonomike mbi 4% dhe disiplina fiskale po shkon duke u konsoliduar. Borxhi jashtëm ndodhet në pikën e tij historikisht më të ulët, kurse mbledhja e brendshme e tatimeve, bashkë me qarkullimin e bizneseve, ka shënuar rritje enorme. Në veri të vendit janë luftuar me sukses strukturat e Serbisë lidhura me krimin e organizuar si dhe me kontrabandën, kurse buxheti për mbrojtje është katërfishuar e po ashtu është rritur në për sektor vital të shtetit tonë. Në planin ndërkombëtar gjatë këtij mandati u mundsua lëvizja pa viza në zonën Schengen të qytetarëve tonë, kurse erdhën po ashtu edhe 3 njohje ndërkombëtare shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës. Këto janë bërë fal punës së mirë të qeverisë Kurti. Të nderuar kolegë, tash jemi në fazën e mandatarit të dytë për krijimin e qeverisë. Me këtë animozitet në spektrin ton politik, vështirë që do të arrijm edhe një konsenzus për zgjedhjen e presidentit në muajin mars. Pa një qeveri të re, vendi ynë e ka të sigurt vetëm një gjë: thellimin e krizës aktuale. Përmes themelimit të kësaj qeverie, sot ne synojmë disa gjëra bazike për shtetin tonë. Së pari synojmë ta kursejmë Kosovën nga 2 palë zgjedhje eventuale. Do të ishte arrogancë ta çonim vendin tonë drejtën zgjedhje. Patëm zgjedhjen shkurt këtij viti, e pastaj 2 raunde zgjedhjesh lokale në tetor dhe në nëntor. Tash nëse shkojmë në zgjedhje të reja dhe në dhjetor, kush na garanton që do t'i shmangim ato edhe në mars? Nuk ka kurfar garancie. E nëse kjo ndodh, institucionet duhet të jenë gjithnjë të përgatitura, ama për qytetarët tonë është raskapitse, për KQZ-n një sfidë të cilën kur nuk e kam provuar, është e pa precedent, kurse për taksat e popullit edhe 8 milion euro tjera të harxhuara pa arsye. Të mos harrojmë po ashtu që ideja e domosdoshmërisë së një qeverie përmes mandatarit të dytë lindi pas dështimit të mbledhjes së kryesisë së Kuvendit. Në mbledhjen e parë të kryesisë së Kuvendit, lëvizja vetëvendosje propozoi që përmes një marrëveshje politike të themelohen trupat e Kuvendit, në këtë rast komisionet parlamentare, ashtu që ato së paku të mund të trajtonin buxhetin e ri të vitit 2026. Grupet parlamentare nuk u pajtuan, prandaj e vetmja rrugë është ezaurimi i mundësisë për krijimin e qeverisë në tentimin e dytë që i hap rrugë funksionalizimit të Kuvendit. 3 hapa esencial janë ndërmarrë nga vetëvendosja për shmangjen e zgjedhjeve të njëpasnjëshme. Së pari 2 letra për koalicion, drejtuar partisë së tretë, të cilat u refuzuan. Së dyti përpjekja që në kryesi të Kuvendit të gjendet një marrëveshje për themelimin e komisioneve parlamentare spaku për trajtimin e buxhetit, edhe kjo dështoi. Dhe e treta është kjo e fundit, ku ndodhemi tash, është votimi i qeverisë së mandatarit të dytë.
Nëse dështon edhe kjo e treta, atëherë pashmangshëm shkohet në zgjedhje treja parlamentare, ama duhet ta dim secili se çka mbart mbi supe, e këto janë përgjithësi të ndryshme. Disa çështje të cilat qeveria jonë do t'i trajtoj me urgjencë janë: buxheti i shtetit për vitin 2026, miratimi i planit rritjes së Bashkimit Evropian, disa marrëveshje të rëndësishme financiare ndërkombëtare, përfshirë edhe ato me Bankën Botërore, ekzekutimi i pagave të punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës, si dhe miratimi i buxhetit për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zovin Potok. Duhet t'u risjell në mendje po ashtu që unë po kërkoj nga ju diçka që ne vetë e kemi pas bërë në vitin 2020. Të gjithëve na kujtohet se si vetëvendosja e pa të votuar buxhetin e qeverisë Hoti me 29 dhjetor të vitit 2020. Neve nuk na u pa dukur ai buxhet i personit Avdullah Hoti, por i shtetit të Kosovës. Edhe ne mund të mos e kishim votuar atë buxhet, ama do të bëheshim përgjegjës për një krizë nga e cila rrezikoheshin drejt për drejt të gjitha pagat e sektorit publik. Ne atëherë bëm dallimin mes asaj që ishte interes publik dhe betej politike e përditshme. Ne atëherë ditëm që po të mos votohej ai buxhet, nga ne, kryeministrit natë kohë Hoti, ndoshta do t'ja kishim bërë një goditje simbolike, ama goditjen më të madhe do t'a kishin marrë ushtarët e policë tonë, arsimtarët e mjekë tonë, administrata e pensionistët tonë. Ne e ka përcyem vetën atë ditë, e njëjta po kërkohet edhe nga ju sot. Sot jam këtu para jush për ta vendosur politikën rrafshin e saj më të lartë, përgjegjësinë para qytetarëve. Shteti nuk është një skenë ku luajnë vetëm interesat, shteti para së gjithash është një marrëveshje etike për të mirën e përbashkët. Në këtë kuptim nuk ka vlerë menaxhimi i status quo-s, por e rëndësishme mbi të gjitha është tejkalimi i saj. Ne mund të hapim një horizont të ri, të dashur kolegë. Një horizont ku askush nuk humb asgjë, por përkundrazi, rirreshtohen mundësitë për të gjithë pa përjashtim. Institucionet nuk ekzistojnë për ta mbrojtur forcën bllokuese a penguese, por për t'i fuqizuar qytetarët dhe popullin. E ardhmja nuk ndërtohet me frikë e droj, por me vetbesim dhe me dije. Prandaj çdo vendim, çdo politik, çdo hap duhet të matet me pyetjen a e çliron kjo apo e kufizon potencialin zhvillues e ndërtues për qytetarët. Sot ja vlen të zgjedhim rrugën në dukje të komplikuar ndoshta, por ne nuk kemi nga askush tjetër këtu jashtë nesh, jashtë këtij parlamenti që i grumbullon të zgjedhurit e popullit, që ta presim drejtësinë e veprimeve tona. Atë do ta krijojmë vetë ne. Të udhëheqim me guxim edhe në shtigjet pashkelura më herët. Burimi i këtij guximi do të na karakterizojë gjithëve sot, e kjo është besimi te qytetarët tonë, si dhe obligimi që e kemi ndaj sakrificave e kontributit të paraardhësve, e jo më pak edhe ndaj ëndrave e dëshirave të pasardhësve tonë. Qytetarët na duan neve që t'i zbatojmë detyrat që i kemi marrë. Si përfaqësues të tyre, ne duhet ta kryejmë detyrën tonë, ta pajisim vendin me një qeveri. Rritja ekonomike si vjet do t'jetë, e kam fjalën për vitin ardhshëm, sepse po hym tashmë në vitin 2026, mbi 4% bruto prodhimit vendor. Rritja e konsumit, e eksporteve dhe investimeve kapitale është e qëndrueshme. Kjo na mundson që ta rrisim, ta shpërndajmë rritjen e zhvillimit ekonomik, e që zhvillimin ta kthejmë pastaj në progres, që ekonominë ashtu ta kemi në shërbim të shoqërisë tonë.
Viti i ardhshëm do të jetë në një rënon vit investimeve kapitale me mbi 1 miliard euro, i mbështetjes të prodhimit në sektorin privat me financim deri në 1 miliard euro, edhe kjo, i fillimit urgjent të hekurudhës Prishtinë-Durrës dhe i 5 digave për akumulimin e ujit e i projekteve treja energjetike me burimet që i kemi. Kurse në anën tjetër, po ashtu vet i rritjes së pagës minimale në 500 euro, i mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, i reformës së sistemit tonë pensional, i fillimit të ndërtimit të sistemit informativ shëndetësor për fondet e sigurimeve shëndetësore. Me llogaridhënie të rregullt e transparent të proceseve, me sundim të ligjit e të rendit publik, do të jemi në nivel të përgjegjësisë shtetërore me funksionet që bartim dhe detyrat që i kemi para nesh. 2026 do të jetë viti i fillimit të transformimit të shëndetësisë publike në të gjitha regionet e Kosovës, prej spitaleve të reja, që do të fillojnë të ndërtohen, te poliklinikat specialistike në për të gjitha anët e Kosovës. Është viti i fillimit të punës për ngrohtoret qendrore në regionet që po presin prej vitesh, e po ashtu edhe viti i fillimit të mbështetjes për vajzat dhe gratë, si asnjëherë deri më tani, pra edhe i mbështetjes me programe speciale për punësimin e tyre. Të rinjve në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, do t'ju qasemi me investime që do të ngrit këtë sektor në një nivel të ri. Kështu do ta mundsojmë kapërcimin e madh nga ndërmarrësia individuale në investimet strategjike madhore dhe krijimin e ekosistemeve të reja vendore. Do të realizohen edhe qindra projekte tjera të rëndësishme infrastrukturore, si dhe në çdo fushë të shtetit tonë. Të dashur kolegë, zonja dhe zotrinj, më lejoni që ta prezentoj kabinetin e qeverisë së re. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Albin Kurti. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet pakisave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Hekuran Murati. Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale, Andin Hoti. Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sfeqla. Ministri i Administratës Publike dhe Digitalizimit, Lulzën Jakxhiu. Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Avni Zogjani. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Fatmir Spahiu. Ministri i Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal, Rasim Demiri. Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Fitore Pacolli. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja. Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Besnik Bislimi. Ministri e Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane, Mimoza Kusari. Ministri e Energjisë dhe Minjerave, Artane Rizvanolli. Ministër për Komunitete dhe Kthim, Nena Drashić. Ministër për Zhvillim Rajonal, Sejnur Vejshall. Ju faleminderit.